Ebu Isak Sa'd ibn Ebu Uakas, i cili është një nga 10 sahabët e përgëzuar me xhenet, tregon: në vitin e haxhit të lamtumirës, më zuri një sëmundje e rëndë në Mekë. Kur i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, më erdhi për vizitë e pyeta: o i dërguari i Allahut, siç e sheh, jam shumë sëmur. Unë jam njeri i pasur dhe nuk kam trashëgues tjetër përveç një vajze. A ta ndaj si sadaka 2/3 e pasurisë sime? Jo, tha profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të. Të ndaj gjysmën, thashun. Jo, tha i përsëri. Si thua për 1/3, o i dërguar i Allahut? Pyeta unë. Ndaj 1/3, madje edhe ajo është shumë. Është më mirë t'i lësh të pasur trashëgimtarët e tu, se sa nevojtar që t'u shtrinë dorën të tjerëve. Për çdo shpenzim që bën duke menduar, synuar kënaqësinë e Allahut, do të marrësh shpërblim. Madje edhe për kafshata që vendos në gojën e gruas gjatë ushqimit. Sa'd ibn Ebu Uakas vazhdon të tregojë: o i dërguar i Allahut, a do të mbetem vdes këtu e shokët e mi do të ikin? Pyeta unë. I dërguar i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, tha: jo, ti nuk do të mbetesh këtu. Ti do të ngrihesh duke bërë gjëra të mira për Allahun. Shpresoj prej Allahut që duke jetuar shumë, disa besimtarët të kenë dobi prej teje e disa të tjerë mohuesit të dëmtohen. O Allah, plotësoje hijretin, emigrimin e shokëve të mi nga Meka në Medinë. Mos i kthe ata pas, t'u lësh në gjysmë hijretin. Sa'd ibn Haule është në një gjendje të keqe. Me këto fjalë, i dërguar i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka shprehur keqardhjen e tij për Sa'd bin Haulen, që vdiq në Mekë. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. Punët e bëra me qëllim të mirë i sjellin shpërblime njeriut. Shpenzimet që bëhen për familjen duke pasur për qëllim fitimin e kënaqësisë së Allahut konsiderohen si adhurime. Madje kjo vlen edhe për shakat që bëhen me këtë qëllim. Profeti ynë, paqja e Zotit qoftë mbi të, i vizitonte sahabët e sëmurë. Sëmundja është një nga mënyrat me të cilët Allahu i madhëruar e provon njeriun. Për këtë arsye, i sëmuri nuk duhet të ankohet për gjendjen e vet. Fitimi i pasurisë në rrugë legjitime, shpenzimi i saj në rrugën e Allahut dhe lënja e trashëgimtarëve dhe të afërme në gjendje të mirë që të mos ja kenë nevojën askujt, janë vepra të mira. Kur je sëmur, nuk ndahet për sadaka më shumë se 1/3 e pasurisë dhe as nuk lihet në testament për të ndarë. Ndërsa kur je i shëndetshëm, mund të shpenzohet pa u kufizuar me 1/3. Personi të cilit pas vdekjes nuk i mbetet tepër pasuri, nuk duhet ta lërë fare testament për ndarjen e pasurisë si sadaka, por çdo gjë duhet t'ja lërë trashëgimtarëve. Allahu i madhëruar e ka lajmëruar profetin ton, paqja e Zotit qoftë mbi të, për disa ngjarje që do të ndodhin në të ardhmen e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. I ka treguar sahabëve ato që ka parë të përshtatshme.